Nëse shkoni me celular në tualet, urgjent duhet ta dëgjoni këtë lajm. Të merrni celularin me vete në tualet nuk është një ide e mirë. Ju thjesht po i shtoni më shumë mikrobet. 75% amerikanëve kanë pranuar se përdorin telefonin e tyre në tualet, por duhet të dini se telefonat nuk janë për tu përdorur në këto ambiente. Celularët mund të marrin mikrobe dhe me shumë sukses t'i transferojnë ato në zonat tuaja private. Ato gjithashtu marrin mikrobe nga sipërfaqet e banjës ndërkohë që lani duart. Nëse ju lani duart dhe nuk lani celularin, do të thotë që bakteriet transformohen sërish në duar pasi e prekni telefonin. Kështu, mund të prekeni edhe nga bakterie të ndryshme siç është Escherichia coli dhe Staphylococcus. Prandaj ekspertët sipas Brightside këshillojnë të mos e përdorni kurrë celularin në banjë ndërkohë që kryeni nevojat tuaja personale. Dhe nëse e merrni atë dhe e vendosni aty në ambientin e veçuar, gjithmonë duhet ta pastroni telefonin dhe duart në të njëjtën kohë.